Kombëtarja shqiptare e futbollit për femra e drejtuar nga trajneri shkodrana Ermir Grima ka zgjedhur Shkodrën për të përgatitur në prag të dy ndeshjeve zyrtare ndaj Malit të Zi dhe Çekisë të vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2027. Pjesë e kombëtares shqiptare është edhe një kontingjent i zgjeruar i futbollistëve të vllaznisë kampione. Dy futbollistë, Arbiona Bayraktari dhe Alma Hilaj, kanë treguar më shumë rreth situatës në kamping Kuqezi. Atmosfera është shumë e mirë, vajzat janë përgatitura maksimalisht. Do munduhemi që t'japim maksimumin këto ndeshje, sepse janë ndeshje shumë të rëndësishme për neve. Ne duhet të rrimë kam tokë, do t'i marrim ndeshjet një nga ne. Spari kemi ndeshje në Malin e Zi dhe do të munduhemi që të marrim 3 pikë. Pastaj vjen ndeshja me Çekin, që kemi pasur 2 përballje në Nations League. Është një kundërshtar i fortë, por do munduhemi që t'japim maksimumin. Normalisht po kundërshtari është analizuar si prej stafit, po ashtu edhe prej neve për të marrë parasysh që jemi ndeshur me disa skuadra. Walesi është një kundërshtar më i fortë në grupë, por mundohemi që të marrim pikë gradualisht. Loja e ekipit kombëtar po shkon gradualisht duke u rrit, asnjëherë nuk po shkon të u bë më keq, gjithmonë po shkon të u përmirësu, dhe shpresoj që këto afrimet që na ndihmojnë sa më mirë që dalim ndeshjet. Edhe Alma Hilaj theksoi atmosferën pozitive në skuadër dhe vendosmërinë për të dhënë maksimumin në çdo përballje. Atmosfera është shumë e mirë. Është dita e tretë sot dhe po përgatitemi mas miri për të përballuar këto dy ndeshje të para që kemi për kualifikimet. Besoj që do vazhdojmë kështu dhe për të arritur të marrë më të mirën. Objektivi është për të marrë më të mirën, atë kualifikohemi është edhe atë që shpresojmë. Kemi 3 skuadra që janë të forta. Ideja jonë është që të përballemi me çdo skuadër, t'japim më të mirën. Pastaj futbolli është futboll, kemi pas ndeshje ku kemi dhënë maksimumin, nuk s'kemi marrë rezultat. Ideja është të japim performancën tonë më të mirë dhe duke shpresu të marrim edhe rezultatin. Objektivi jonë është që të qëndrojmë Ligën B. Kemi arrit këtë vit dhe shpresoj të arrijmë akoma. Ardhjet e reja kanë bërë gjithmonë mirë dhe po ashtu edhe rikthimet janë gjithmonë një ndihmë e madhe për grupin dhe për lojën, kështu që shpresojmë që të ndihen sa më mirë dhe t'japin maksimumin. Në prag të këtyre sfidave të rëndësishme, kombëtarja synon të nisë me rezultate pozitive rrugtimin drejt objektivave të saj në kualifikuesit e botrorit. Ndeshja e parë e kombëtares është ajo ndaj Malit të Zi që luhet me 3 mars në orën 14 në Nikšić, ndërkohë që 4 ditë më vonë me 7 mars skuadra Kuqezi do të përballet me Çekin në stadiumin Loro Buriqi të Shkodrës në orën 18.